Në ditën e dytë të vizitës zyrtare në Izrael, ministre e jashtme Elisa Spiropali u takua me homologun e saj Gideon Sar, ku në fokus të diskutimit ishte marrëveshja armëpushimit me Hamasin. Ne besojmë fuqimisht se plani 20 pikësh i paqes i presidentit Donald Trump ka potencialin për të sjellë stabilitet të qëndrueshëm dhe për të nxitur bashkëjetesën paqësore midis izraelitëve dhe palestinezëve. Le të shënoj ky moment një kapitull të ri, jo vetëm për Izraelin, por për të gjithë rajonin, tha ministre e cila kujtoi dhe rolin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Shqipëria u bë vendi i vetëm në Europë ku popullsia hebraike u rrit gjatë Holokaustit. Kjo nuk është vetëm histori, është një trashëgimi e njerëzimit që jeton brenda nesh edhe sot. Ne nderojmë dhe ruajmë ende këtë trashëgimi, u shpreh Spiropali. Diplomatia shqiptare vlerësoi Izraelin për njohjen e Kosovës dhe kërkoi thellim të bashkëpunimit mes të dyja vendeve, ndërsa në fund të takimit dy ministrat firmosën një memorandum bashkëpunimi me fokus diplomacin publike dhe trajnimin e diplomatëve të rinj. Gjithashtu ministre Spiropali u prit nga kreu i Kuventit të Izraelit, Amir Ohana, me të cilin rikonfirmoi mbështetjen ndaj proceseve që rrisin stabilitetin në rajon.